Piskova ka qenë ndalesa e radhës e kandidatëve për deputet të koalicionit opozitar Aleanca për Shqipërinë Madhështore PD. Problematikat me të cilat ndeshet kjo njësi administrative kanë qenë në fokusin e diskutimit dhe denoncimit nga ana e banorëve tek kandidatët për deputet të opozitës profesor doktor Tritan Shehu, Bajram Hysa, Arben Ristani dhe Alma Kore. Banorët e Piskovës kanë denoncuar tek kandidatët e opozitës problematikën e ndotjes ujit të pishëm dhe të djegjes së mbeturinave në vend grumbullimin pranë këtij fshati. Drejtuesi politik i qarkut Gjirokastër Tritan Shehu ka bërë fajtore për këtë problem ministren e linjës dhe deputeten e zonës Mirela Kumbaro, e cila po helmon banorët dhe njëkohësisht dëmton zonën e mbrojtur sikurse është lumi Vjosa. Shera parë që unë ngë çështjen këtu në Piskovë pikërisht të dëmtimit të madh të ambientit. Të një klimi të një vendi depozit mbeturinash në buzë të një proji që shkon deri në Vjosë, gjë që nuk është e re. Të tillë kemi edhe në Kërcyr një depozit të madhe mbeturinash, të tillë kemi edhe në vende të tjera këtu, duke shkatruar Vjosën, duke shkatruar jetën dhe shëndetin e qytetarëve siç jeni ju, duke krijuar padyshim një ambient të papërshtatshëm për të jetuar. Po jo vetëm kaq. E dini diçka juve? Unë kam ngritur në parlament dhe kudo që në Vjosë derdhen të gjitha ujërat e zeza të qarkut. Të gjitha ujërat e zeza të qarkut derdhen në Vjosë. Të gjitha pikrisht. Të gjitha plerat grumbullohen në buzë të Vjosës dhe pastaj shtyhen natën dhe hidhen në Vjosë ose hidhen ndaj proje atë që i çon në Vjosë. Vepër kriminale kjo. Vepër kriminale i regjimit që shkatron ambientin dhe pastaj quhet Vjosa park kombëtar, mbrojtje UNESCO dhe tjera me radhë. Dhe e dini ju kush është personi më përgjegjës për të gjë? Është Lubi Kumbaro. Është Lubi Kumbaro. Ajo që është deputetja juaj e Partisë Socialiste dhe ministrit e ambientit. Dhe Lubi Kumbaro firmos për ngritjen e këtyre qendrave, grumbullimit plerave dhe di shumë që ato plera hidhen në Vjosë. Është Lubi Kumbaro, e cila firmosi për shkatrimin e atij pylli të madh atje midis Tepelenës dhe Gjirokastrës, një vepër absolutisht kundër ambientit. Është Lubi Kumbaro ajo që duhet të mbronte ambientin, po shkatron ambientin, ka shkatruar Vjosën dhe s'po bën asgjë. Ju e dini që ka disa vite që Lubi Kumbaro thotë që ka siguruar 80 milion euro për bonifikimin e Vjosës, ku janë? Unë shtrëpyten ku janë? Asgjë s'është bërë. Ja miratuam dhe në parlament atë fond. Dhe këtu s'është bërë asgjë akoma. Pra, realisht, tu është një vepër kriminale e këtij regjimi. Është një vepër e Lubi Kumbaros dhe tjerëve, të cilët kanë krijuar të shkatrim të Vjosës, të shkatrim të natyrës këtu, të shkatrim të jetës tuaj, keni mbledhur këtu. Por ama, unë mendoj se ka ardhur momenti të mendojmë qartë të gjithë bashkë për të ndaluar të revansh, për të ndaluar të përbuzje që kanë këta ndaj qytetarëve, ndaj jush, këtu me Lubi Kumbaron, atje tjetër me atë tjetrin që është në Tiranë, duke krijuar një shkatrim të jetës qytetarëve të ambientit. Dhe kjo e di pse bëhet. Kjo bëhet për arsye korruptive, klienteliste. Pse u prej pylli atje, midis Tepelenës e Gjirokastrës, u shkatrua. Pse janë lejuar dhe janë krijuar këto grumbullje plerash afër Vjosës apo atje afër ujrave që shkojnë në Vjosë? Pse? Pikërisht për korrupsion, i bazë korruptive. Dhe firma këtyre është e Lubi Kumbaros. Unë e akuzoj, dhe të jeni të bindur, që mbas 11 majit, akuzat do jenë direkt në nivelin e drejtësisë. Dhe të jeni të bindur që ata të cilët kanë bërë të sot krime ndaj ambientit, do të përgjigjen ligjërisht përpara drejtësisë, sepse kanë shkatruar jo vetëm ambientin, po dhe jetën e shëndetin e qytetarëve. Unë jam këtu sot me kandidatët për deputet Partisë Demokratike të qarkut të Gjirokastrës. 3 nga ne që jemi sot, që jemi këtu. Jam me Almën, pedagoge, ekonomiste në universitet, figure shquar. Jam me profesor Bajramin, absolutisht njëri që merret me shëndetësinë, ishte dekani i Fakultetit të Mjekësisë. Në Albanistanin, një personalitet i politikës shqiptare. Kemi ardhur që jo rastisht të tre bashku. Kemi ardhur për të thënë se ata të cilët kanë shkatruar
këtë natyrë dhe po shkatoj shenjtë tuaj do të përgjigjen. Për t'ju thënë se këto gjëra nuk do ndodhin më mbasi me të majt. Për t'ju thënë se Vjosa do kthehet përsëri, do kthehet do jetë një park kombëtar i vërtet, ku nuk do ketë derë dhe urash të zeza, ku nuk do ketë hedhje mbeturinash, që kanë shkatruar këtë mrekulli të natyrës. Prandaj ne kemi ardhur gjithë bashkë këtu. Jo rastisht kemi ardhur. Kemi ardhur të takojmë dhe t'ju premtojmë. Brenda programit ton, për qeverinë e Ashme Berisha, që këto gjëra do marrin rrugë. Banorët kanë apeluar për zgjidhjen e kësaj problematike që është në kushtet e emergjencës. Ujin e pishëm se po pim ujë të qelbur, të banjave po pim. Edhe nuk na i zgjidh njeri problemin. Kam dhe një problem tjetër, ne duhet të kemi një doktor në përmet. Se ne sa të vemi në Gjirokastër na vdiq një vajzë e re, sa vajti në Gjirokastër mbaroja. Ne duam doktor në përmet. Ikim tjera. Aha, na gënjeu, na mastroj, na edhe neve rrim kështu, dëgjojmë çorçe. Çfarë dëgjojmë? Kojën na njëre këto banjo. Dëgjojmë, kojën na njëre. Ndërkaq edhe kandidatët për deputet të Partisë Demokratike për qarkun Gjirokastër, Bajram Hysa, Arben Ristani e Alma Kore, kanë mbështetur kërkesat e banorëve të Piskovës duke premtuar se kjo situatë do të marrë zgjidhje emergjente, fill pasi Partia Demokratike të vinë në pushtet. Ndaj është imperative vota për numrin 1 pasi në këtë mënyrë problemet sociale dhe ato që dëmtojnë shëndetin e njerëzve dhe ambientit do të marrin dimension zgjidhje të karakterit emergjent. Do të jam bjen në për hapje sëmundje. Do të thotë të mohosh vlerat njerëzore të gjithë kësaj treve. Do të thotë të dëmtosh të ardhmen e fëmijëve. Në qoftë se ne do të integrohemi në Evropë, ne nuk mund të integrohemi në ambient të ndotur. Nuk mund të integrohemi me ujë të pasigurt. Siç varfrojnë, siç i mbajnë me dru njerëzit, duan t'ju ndosin dhe ambientin që t'i largojnë. Ju ndosin ambientin, ju ndosin ajrin, ju ndosin ujin, siç po flasin njerëzit këtu në Piskovë, për t'i ndotur dhe për t'i larguar. Prandaj në 11 maj, zonja, në 11 maj duhet të votojnë gjithë për Partinë Demokratike dhe për kandidatët e saj, në mënyrë që këta hajdutër t'i largojmë, në mënyrë që të kthejmë bitë tanë, të kthejmë në shtëpi. Si nëna, si motra, ne dim shumë mirë se do të thotë kesh ujë të ndotur. E dim shumë mirë do të thotë të na smuren fëmijët, të na smuren familjarët tanë. Po na vjen keq të fëmijët tonë. Kjo është kryesorja. Sidomos në gratë e ndihem më shumë se kushdo tjetër. Problemi që ngritet për mjeku është jashtëzakonisht e vështirë. Disa spitale nuk ka ashtu të vetë për një bajame për një temperaturë në Gjirokastër. Gjithë në rrugës të mbaroj. Kjo është kriminale. Kjo është një qeveri kriminale.